vetëm në Shark Travel. Jemi të nderuar për vizitën tuaj dhe të televizioneve të Kosovës. Shark Travel është një nga agjensitë kryesore që bashkëpunon me ne. Jemi mirënjohës që prej 3 vjetësh ka dhënë një kontribut të madh në turizmin e Durrësit dhe jemi shumë të lumtur që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe këtë vit. Urojmë që të jetë i suksesshëm. Dhe sot është dhe një ditë feste, urojmë dhe fillimin e sezonit të ri. Kështu që me shumë kënaqësi të madhe i jap fjalën zotit Rushdi. Faleminderit shumë miku im, faleminderit për pritjen. Realisht edhe në këtë orë kur jemi pak thuja disa minuta në iftar dhe ne sot kemi pas një ditë shumë ngarkume, por megjithatë falenderoj për pritjen. Jemi këtu në AMH Hotel, i cili realisht është një bashkëpunëtor i ynë, ku ne punojmë me AMH edhe verë dhe dimër. Pikërisht sot në ditën e verës kemi ardhur për të hapë sezonin turistik dhe përveç se kemi ardhur për të hapë sezonin turistik në ditën e verës, ne kemi dalë këtë vit edhe me një thirrje apo me slogan të ri që vera thret, Shqipëria të mirëpret, për të vazhduar bashkëpunimin që kemi nisë më tepër se 2 apo 3 dekada më herët. Dhe sigurisht në 30 vjetorin e Shark Travel ne kemi shumë për të thënë dhe shumë për të bërë bashkë me ju dhe me hotelet tjera, ku ne do të vazhdojmë punën tonë gjatë vitit 2026. Sigurisht që viti 2026 do të jetë një vit i kthesës së shqiptarëve të Kosovës në brigjet e Durrësit. Pra këtu jemi me një hotel i cili është në vijën e dytë të Durrësit, të plazhës, pra në vijën e dytë të plazhës në Durrës, dhe është një hotel i cili ka të përfshin edhe shërbimet e all inclusive, por sidomos për këtë sezonën apo para sezon shërbimin e mëngjes dhe darkë apo hallë borë si ndihet ndryshe, ku është jashtëzakonisht i pëlqyer sepse është shëtitore këto afër, është ambienti edhe i qytetit, por dhe anën tjetër kemi nga mbrapa edhe pamjen e detit. Jam këtu bashkë me mediat për të promovuar brigjet e Durrësit. Dua të falenderoj mediat, të cilët nuk kërcyen asgjë nga vetja e tyre sot mundin e tyre për të dhënë më të mirën e mundur për të promovuar turizmin shqiptar. Dhe nuk ka më mirë për ne që flasim bashkë shqip, bëjmë ofertat bashkë shqip, konsumojmë bashkë shqip, por mbi gjitha festojmë festën e Bajramit shqip dhe festojmë edhe Pashkët bashkë shqip, sikur se presim dhe festojmë ditën e flamurit bashkë dhe festojmë edhe pavarësinë e Kosovës bashkë. Prandaj, ky është një bashkëpunim që është ngritur me mund dhe ne po përpiqemi të vazhdojmë bashkëpunimin, duke filluar me festën e Bajramit me ofertat speciale. Është e mundur që me pas edhe shërbime cilësore edhe çmime shumë ekonomike dhe këto ka ofruar AMH-ja si partner ekskluziv i Shark Travel. Na bashkarisht edhe Shark Travel, edhe Blue Travel, uroj shumë që edhe ky vit të jetë më i suksesshëm se sa gjitha vitet tjera. Dhe falenderojmë mediat, po edhe juve njëkohësisht për pritjen. Faleminderit. Unë edhe diçka do shtoja që ky bashkëpunim, përveç se është shumë i mirë, domethënë për të dyja, për ne si hotel dhe për ju si kompani, është një bashkëpunim shumë i mirë edhe për kombin ton, sepse për ne është një kënaqësi e veçantë kur shikojmë hotelin e mbushur me vëllezërit tanë kosovar, edhe kjo nuk është se thuhet vetëm thjesht për shablon, po kjo është e vërtetë. Të paktën në hotelin ton është një kënaqësi e madhe dhe të gjithë klientët nga Kosova që kanë qenë e dinë shumë mirë se sa e vlerësojmë neve, domethënë ardhjen e tyre këtu. Kështu që du të them që edhe ky është një kontribut që i jepet edhe kombit tonë, edhe përveç se gjithë të tjerave domethënë që i kanë të mirat e veta. Faleminderit shumë. Sigurisht që shqiptarët e Kosovës, klientët tanë, do të kenë mundësi të shijojnë këto ambiente të mrekullueshme të këtij hoteli. Presim që përmes rezervimeve në Shark Travel ky numër të rritet dhe presim një bashkëpunim më të madh gjatë vitit 2026. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve.
Përshëndetje, mirë se erdhët, Shark Travel here, me gjithë grupin e punës. Ju falenderit për kohën mbi të gjitha, që kishit për të ardhur tek ne. Falenderit për bashkëpunimin kaq vjeçar që kemi me njëri tjetrin. Edhe besoj si vjet bashkëpunimi do jetë akoma më i fuqishëm, sepse kemi gjëra të reja që do t'i sjellim tregut të turizmit, pushuesve tanë, që kështu dita e verës sot, edhe vera do t'jetë fitimprurse në të gjitha drejtimet, edhe shumë relaksuese për klientët. Faleminderit shumë e nderuar. Jam jashtëzakonisht i lumtur dhe i kënaqur sot pikërisht në ditën e verës, që dhe ne po bëjmë një punë të mrekullueshme, duke i falendëruar gjithmonë mediat dhe zyreve tona, agjencive tona turistike, që të hapim sezonën vera 3 Shqipëria të mirëpret. Kjo do t'jetë logo zyrtare Shark Travel gjatë vitit 2026, e cila do të ketë në fokus gjithë bashkimin e gjithë shqiptarëve, jo vetëm të Kosovës, por edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Presheva, Bojanoci, gjithë Trugina dhe diaspora jonë që pushimet e tyre të planifikojnë me kohë për destinacion turistik që do të jetë Shqipëria kryesore për gjitha zyrat e Shark Travel dhe zyrat tona ndërlidhës së gjithë Kosovën, përveç se sot është dita verës, përveç se ne festojmë bashkë qoftë Bajram, që jemi në vigjilje të festës së Bajramit, ne kemi edhe 30 vjetorin e punës tonë në turizëm. Si kompani turistike kemi dalë dhe me ne kemi lancuar edhe një ofertë speciale për herë të parë në Shqipëri për rezervimet early booking apo rezervimet e hershme, dhe këtë dua këtu nga ky vend që bëj thirrje qytetarëve, sidomos diasporës, që përmes Shark Travel ata të përfitojnë në këto çmime, përfitojnë nga ofertat me një zbritje deri në 30%, nuk do të kenë ndryshime të çmime, por mbi të gjitha ata do të kenë mundësi të rezervojnë dhomat deluxe qysh tash dhe të kenë mundësi të rezervojnë vendet e tyre ku ata dëshirojnë të kalojnë pushimet verore, që është shumë e rëndësishme ato pushime mos jenë të konceptuara vetëm fundjavën e fundit kur ta planifikojnë pushimet, sepse është e pamundur brenda 3 ditësh të gjendet resorti i caktuar apo dhoma e caktuar e preferuar e tyre. Por ne jemi këtu në Prestiç, në vazhdimsi të bashkëpunimit tonë, e thatë të dhe ju kemi kaluar të një dekadë bashkë në bashkëpunim, është një prej vendeve më të mira me hapësirë më të madhe gjelbëruse, jo vetëm hapësirë më të madhe gjelbëruse sepse jemi në munë mes të pishave, por ka edhe pishinën e cila është furnizuar me ujë të detit, ka edhe 3 pishina tjera, ka edhe aqua parkun, kështu që është si destinacion mbi 4-5 hektarë nëse nuk gaboj, që do të jetë në dispozicion të gjithë pushuesve dhe pushuesit nga Kosova. Ne e dim që përbëjnë numrin më të madh të pushuesve në përgjithësi në Shqipëri apo të turistëve, dhe ne sot hapim sezonën turistike nga Prestige Resort, duke ju falendëruar shumë për pritjen e juaj dhe për bashkëpunimin deri tashmë. Ne ju falenderojmë që erdhët, edhe për kohën tuaj, edhe shumë shpejt me turin që të bëni drejt resortit tonë, do shikoni se si vjet ne jemi më të fuqishëm, kemi shumë aktivitete ekstra që do t'i ofrojmë pushuesve tanë, edhe do t'jetë një verë vërtet e mirë për të gjithë ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese. Gjithashtu. Hey, 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 vera të përret, Shqipëria të mirëpret, u të do vetëm me Shark Travel. Vera të përret, Shqipëria të mirëpret, u të do vetëm me Shark Travel.